Në prag të muajit të begat të Ramazanit, shoqata kulturore Ardhmëria ka organizuar në Vlorë simpoziumin me temë Ramazani, jehona e kthimit tek njeriu. Aktiviteti është mbajtur në sallën e kinemas të qytetit, ku të pranishëm ishin shumë besimtar musliman, por edhe të ftuar. Kryetari i shoqatës kulturore Ardhmëria Dega Vlorë, Indrit Lita, njëkohësisht imam i xhamisë së Kaninës, theksoi se mesazhet e mira janë pranesh dhe se vllazëria dhe shoqëria e mirë kanë një kuptim shumë të madh, ndërsa të gjithë sipas tij duhet të bëjmë më të mirën për vendin tonë dhe për shoqërinë. Aktivitetet të tilla na përcjellin një mesazh të jashtëzakonshëm. Një mesazh se e mira është prezente në vendin tonë, e mira është shumë e fortë në popullin tonë dhe na del për detyrë thjesht ta uisim, të punojmë për të, të kujdesemi për të, që të marrë formë, për të jemi ata të cilët investojmë për të marrë sevapin, shpërblimin dhe bereqetin. Dunjaja është e shkurtër, por nëpërmjet punëve të mira bëhet e përjetshme, sepse takojmë Allahun xhaleshanu dhe punën tonë të mirë ditën e Kiametit. Vllazëria dhe shoqëria e mirë ka kuptim, sepse në hijen e bashkimit për të bërë vepra të mira, siç është Ardhmëria dhe aktivitetet e saj, e bën këtë vllazëri siç thotë profeti Muhammed alayhis salam, por dhe Allahu xhaleshanu në Kur'anin famullar, ditën e Kiametit njerëzit do i kërkojnë llogari njëri tjetrit, përveç njerëzve të mirë, ata do të jenë bashkë, sepse i ka bashkuar e mira në dunja, por e dhoj do i shoqërojë e mira dhe në botën tjetër. Prandaj vëllezër dhe motra, vjen Ramazani, vijnë këto lloj organizimesh për të kuptuar që realisht ne kena mundësi të bëjmë gjëra të mira shumë. Ne kena mundësi që të kemi rol në vendin tonë dhe në popullin tonë. Dhe lut Allahun xhaleshanu që të jemi njerëz të përgjegjshëm, që të japim hakun popullit tonë dhe vendit tonë, që ta lartësojmë në mesin e shteteve të tjera dhe në mesin e popujve të tjerë. Por rrjedhoj, ne jemi për atyre që pastaj krijojmë edhe modelin dhe thot profeti Muhammed alayhis salam në thënien e tij, ai i cili bëhet shkak që bëj një punë të mirë, do të marrë sevapin asaj pune dhe gjithë atyre që do vinë mbrapa pa ju paksu këtyre të fundit. Prandaj lut Allahun xhaleshanu që të jemi për atyre që bëjmë vepra të mira, i bëjmë vepra të mira të bashkë, që ta shpërndajmë bereqetin edhe sevapin tek secili për ne, por edhe në familjen tonë dhe në shoqërinë tonë, dhe të jemi për atyre që besojnë tek e mira, edhe në aktualitetin tonë që materializmi dhe sfidat e saj e tij kanë bërë që njerëzit her pas here të dyshojnë tek e mira dhe tek e drejta. E drejta është me Zotin, me Allahun xhaleshanu dhe ajo s'des asnjëherë. Muftiu i rrethit të Vlorës Ardito Xhallaku theksoi se njeriu është qenia më e bukur në të gjitha krijesat dhe që është bekuar nga Zoti i gjithësisë. Sipas Xhallakut, muaji Ramazanit është shumë i rëndësishëm për të gjithë besimtarët. Siç keni nderuar ju sonte këtë natë, Zoti ju nderoft juve në mbar jetën tuaj, me familjet tuaja, me të dashurit tuaj. Të nderoni një natë të tillë ku flitet në emër të Zotit dhe thirret për të përmendur Zotin e gjithësisë, të mirat e tij, nuk ka asgjë tjetër vetëm se begati në shtëpitë tuaja, lumturi në zemrat tuaja dhe mbarësi në të ardhmen tuaj, në fëmijët. Allahu i mëdhëruar e ka zbukuruar njeriu si qenien më të bukur në mes të gjithë krijesave. Dhe patjetër që këtë njeri nuk mund ta linte Zoti i gjithësisë pa një udhërrëfyes, pa një manual përdorimi se si duhet të përdoret ky njeri. Çdo gjë që prodhohet ka një manual përdorimi dhe ne mundohemi ta lexojmë me përpikmëri në mënyrë që kur ta përdorim ashtu siç duhet, që të mos digjet, mos të dëmtohet dhe mos të dalë jashtë përdorimit. Zoti i gjithësisë manualin e përdorimit të njeriut ka dërguar Kur'anin famlar. Dhe nëpërmjet Xhebrailit alayhis salam, i cili ishte transmetuesi i Kur'anit nga Allahu i madhëruar për tek pejgamberi alayhis salatu wassalam, pejgamberi alayhis salam e mori dhe na e solli neve në atë mënyrë që ne ta kuptojmë. Dhe kjo nuk mjaftoi, pas tij erdhën shumë dietarë të cilët u morën vetëm me fushën e Kur'anit për ta kuptuar sa më mirë, sepse një fjalë e Zotit nuk është thjesht një fjalë e robit, po një fjalë e Zotit është një esencë nga e cila
formohen formulat e tilla që ne të jetojmë në jetën e përditshme. Aktiviteti Ramazani Jehona e kthimit tek njeriu, organizuar nga Shoqata Kulturore Ardmëria, ka vijuar dhe me një program të jetë larmishëm me referime, por njëkohësisht edhe me mesazhe, të cilat i drejtohen njerëzimit për të qenë sa më solidar e paqësor me njëri tjetrin.